informacione shumë të besueshme brenda institucioneve. Kam marrë informacionin se në tregje, dyqane, supermarkete, është shitur qumësh me alfa-toksin mbi normat e lejuara. Çka do të thotë? Kjo nuk është një bisedë kafeje, por vjen nga rezultati që inspektorët e AKU-s kanë dalë në këto kontrollet rutinë për supermarkete dhe kanë marrë mostra të ndryshme qumshi dhe nga analizat ka rezultuar që këto mostra qumshi kanë nivele te normave të lejuara të alfa-toksinës. Dhe sigurisht që kjo është një situatë shumë alarmante. Unë e kam informacion të sigurt nga burimet e mia, po për të qenë më sakt, do të pres edhe përgjigjen e AKU-s, përgjigjen zyrtare të AKU-s, sepse konsumim dhe më fal që të shtoj diçka, dhe këto nuk janë subjekte që nuk njihen. Janë shumë të njohura dhe mund të them që janë subjekte që trajtojnë më së shumti këtë produkt. Por bëra një kërkim të shpejtë mbas kësaj, edhe po shikoja që alfa-toksina prezente në qumësht, kur është te normave të lejuara, çfarë shkakton? Shkakton helmim akut dhe kronik. Shkakton çrregullime kronike të imunitetit, efekte helmuese të vjella, hemoragji të brendshme, vështirësi në frymarrje deri në kancer. Çka do të thotë? Situata është shumë alarmante, po për të folur me gjëra konkrete dhe me rezultat analizash, më duhet, të cilat unë i disponoj, por më duhet edhe një reagim zyrtar nga AKU-ja, të cilën e kam autoritetin e kombëtar të ushqimit e kam informuar dhe pres përgjigje nga ato për të folur pastaj me emra specifik se kush ka futur në treg këto ushqime që po ndikojnë në jetën tonë.